Subscribe to Viral Ship Live for more daily videos. Thank you for watching and supporting the channel. Në kantinën edhe dhe gatuj me la. Me rob shpije smuni e keqe është kur jetë gjeloze la, tip ziliqari. Gjithë ziliqarët ka një smuni shumë të pashërushme, se qa do lloj gjoje t'i japësh, qa do lloj gjoje t'ken, ato prap nuk i zesh shpirti rehate la. Me nër familje, rrofshin ziliqarët e frate. E paçin jetën e gjatë, me kancer, në shpirt. O let shuli, mos na çona këto ashu, frate. Unë kam që fillim të tuem në ty këtu, ta i zemrën. Po nuk komentoj, o 3-7 të keshen lali, si robota. Frate, lejojnë thika të dhomë. Po, e kam blen kantin lali këte i euro e gjyse la. Biçashis. Është kështu për të gatu. Kur lirohesh, se di e la akoma. Me ta 18 kam, 17 tetor kam gjygjin. Ma shty një muj prap. Është afati funit, këtë herë do dalë në gjyqë se s'bon. O ufo! O të rujtë zoti familjen, ku jetë keshe lali? O Velo! Velo është njëna shok të e mi shumë të mirë, vlonjacë është tumë. Velo, i soj me mu ka Velo. Sa u banë në burg ti? Se po më shajnë të mu, sa ma datë dhe bo ke bo. Me thonë drejtën e lani, 8 vjetor 2022 kam ranë. 8 vjetor tani, mush 3 vjet fix. Do me thonë tani jemi fund shtatori, vjen tetori, edhe i mush 3 vjetun. I muj e gjysë. A kupta? Si ka mush akoma 3 vjet fix unë, frate. Ke pas shok nga do braci, kështë se kam pa mas. Kam shok nga do braci unë, frate. Vjen keq. Kështu kalimtar, au iu ka sa dush, do thot me këtë do që futem live, unë e kam shok. E kupton se gjithë si shok të bajnëre, po sa i vjen mundësia me nxjerr kokën, direkt e nxjerrin kokën, frate. Ziliqarët. Ke shumë akoma, vlla, nuk jam dënu, për çka ke rënë në burg. Por për problemet e mia, dak, nuk pëlqen të flas për çështjen time. Çfarë do bëjmë burgun tjetër se ky kaloi fratello, thotë, o burg tjetër s'baj mausa, të kemi jetën po. Ja kupta lalin tat. Po të marrojmë këtë burgun edhe trim larg ziliqarëve, vlla. Se na mytën ziliqarët. Është ftohtë aty, me thon drejtën, ja, kur e majnë herë dritaren hap freskoj çike la, se ka fresku këtej po. Kështu nuk është ftohtë, vlla, myll dritaren, unë nizën kaldajat aty, bot flak fare. Sa dënim pret. Presë 10 vjet dënim, me 10 vjet dënim e la, pretendoj dal me ja 3 vjet e gjys burg. 3 e gjys, maksimum ja 4 vjet. Do marrë dhe faljet i vite gjys falje, 5 e gjys, expulsin vi Shqipëri unë, vlla, me gjys dënimi. Ishte dënu pra turku, është i turk këtu që ka qenë, edhe u dënu 10 vjet ai e la. Farruku e kishte emrin. Ai kishte ishte zan me i person, kjo ishte historia e tij, ishte zan me i person ai, e kishte marrë në telefon të nesmen, kishte ik atje me armë, nuk e kishte plagos, as i kishte gjyt as i plum, po thjesht kishte shtik kështu në ajër, po vetëm fakti që e kishte marrë në telefon, kishte lënë takim, kishte ik atje, kishte gjyt në ajër, ja kishin fut tentativ vrasje me paramendim. Si e kam unë, fix. Kështu e kam edhe unë akuzën, tentativ vrasje me paramendim. Edhe 10 vjet kishte marrë ai boti, kishte bë 3 vjet e 7 muj burg, ishte liru. A kupton që ishte edhe me letra. Këto që janë me letra franceze e kanë shumë herë më të vështirë për me bë pak burg, për arsye sepse unë që s'kam dokumenta franceze, unë marr expulsin. Expulsi është gjysma dënimit. Momentin që ti bë gjysmën e dënimit, automatikisht bab del na burgu, çën Shqipëri me expuls. Këto që janë me dokumenta këtu, dënohen 10 vjet, këto duhet bëjnë pak më shumë vlla. Jo, si ja kanë heq letrat, po e kanë nxjerr po këtu vlla me kusht, me braslete, ke parasysh. Po si ligj është këto që kanë dokumenta këtu, këto bëjnë pak më shumë burg, se këto s'kan expulsin vlla, nuk është se i ikin deportohen. Këto mund të kenë në i liri me kusht, në i sjellje të mirë, a kupton? Pa i nga 10 vjet bani 3 e gjys, i vite gjys i ka marr falje ai, kush e di do ke dal me nej kusht, me nej gjë, do të thonë prapë vlla, kishte dal tjetri. Kështu që unë për këtë po shpresoj me myll gjygjin, me myll gjygjet, se në momentin që myll gjygjet, mu pothuajse më ka ik, më ka marru burgu vlla, se unë 3 vjet burg i kam bë. I vite gjys falje mund t'i marr vetëm për këto. 3 vjet burg, sikur na 4 muaj për vit që t'i jep burgu, i thojnë i vit mi jep vetëm burgu falje mu.
Ja i vite gjysmë jep gjykata direkt automatikisht 1/4, se është si në Shqipëri, po nuk është 1/3, është 1/4 këtu. Do donohem me zem 10 vjet, unë 2 vjet automatikisht mi ul gjykata, vi me 8 vjet burg këtu. Marr dhe i vit ato faljet e burgut, jam i dalela direkt. Thjesht jam duke prit me marr vendimin e formës prerë. Zëre se dole, o Montal. O Montal! Mos më thuj që je ideali. Hajde këtu me rob shpije, ideali je? O Montal! From Tropoja të kjeshem vllaj. Po gjobëm se e japin kur del. Patere, po prit Montali. O Montal, a je ideali shoku Stevit e la? Qenë të që shajnë këtu vllajnë? Wow! Top channel jam, o from Tropoja, o Montal. Po pra po thot Lali atë keshen, hajde ta bëjmë qik follow. Ma kthe follow. Ky Montali është i shoku i ngusht, kam edhe dy shok tjerë, po qysh jola, kush dy tjerë? Stevie edhe Reli, që ka ardhur tani. 2 kemi të Shkodrës e la. Stevie ma, o Montal, Stevie ma dha 16-ën. Ky çuni, ky Montali është i djalë super bob, jeto nuk mbaron me kaq. Po mirë më, gati jemi ne të bëjmë akoma. Të tëja po të pret, o të presi, bëj çfarë doj, s'kam punën. No, let shaj vlla, çrën si ka, po ik. Ik se tipat si të tëja la, vetëm atë kanë dash, kanë prit. Haha, të fut në borxhe me këto të mira, të sa i mirë që është. Është mret fare, la, për zotin. Edhe kur e mora, ishin ca foto që kishe fol ti me atë, me tigrin. E kema atë tigrin, se ishte rrit tigri, la. I kisha këtu fotot, po i fshiva, si isha rrit i fshinte i. Brazes, s'na frikson. Ore vlla im, gjoni sekond, përsa i përket këtij që po përmeni tani. Edhe në qofë se është duke sha tani. E ka tregu veten. Po më këtu e kam thot. A futesh do të Lali? 3-6 atë numri live-it, ju rujt zoti familjen. Na qave la, po mje kështu kam shprehen, unë e zemra, pse e pret atë ti. Përsa i përket këtyre që, kur të lirosha do hysh ma në TikTok. Ndoshta mund të futem ndonjëherë për shef, pse kopjon filani, nuk kopjoj asnjë unë valla, unë jam vetvetja tani. S'kam menjen unë me kopju tani. E kam lanë veten në gjendje të lirë unë, o shok. S'jam duke aktru. As kam aktru në herë TikTok e la shpate me filanin ti. O vlla, u futa ke live atit, po ishte total njani lesht me atë. Ja të shova guesin, i thash nxirë më këtë raptori në nek, ne, edhe duke fol aty, shava kozakun unë. Ky direkt, o, qa boti pse sha kozakun këtu live tim, tha se e kam shokun, tha. Thash unë seriozisht e ke shok? Po jo, tha kam të shun lagje. Po mirë me, ke shok apo të shun lagje? Thash unë, pasaj mos po shuti e vlla, thash unë, së thuj ta mama shaj, hajt shnet. Edhe u mërzit gjoja që, po bante kështu tipin e nevrikut. Ma kishte boj gabime vlla im, ma kishte çu jer ftesën, se ky që po thoni ju, e ka baj gabima përpara me mu, po gjithë njerëzve që ja kanë dhënë mundësinë e dytë, prapë kanë bë gabimin e njëjtë, kështu që mos jepni mundësi dyta as si lloj personi, një njeri që e bëj veprim ka për ta bë prapë frate. Mos mas javë, mas 2 javësh. Tani, të kanë vënë këto me gatu, thot, mirë më kanë vënë frate, me gatu më kanë vënë. Tani shisi është çështja, edhe herën e parë e boni gabim, nisi ftesën mu, nisha live me babalen me i tjetër, edhe kishtë qenë dhe Semi duke më komentu mu aty ke komentet, ky më çovi ftesën mu, unë s'kisha as telefonin e mirë atere. Edhe s'ja pranova ftesën, as ja refuzova, s'ja pranova. Ky direkt, o amo pse se pranove ftesën tja, po kishe frikë mos po të merja Semin, thamë. E kupto qalloj djali e burë, qalloj kontep, e kupto mu preva farë, thështë qatë thu ti më, o daku, thështë. Seriozisht e keti pëse qa kam tjetërin unë dashnore, e para, e dyta, qofë se ti e thu këtë gjë, ti pikërisht prane e këtë që ftesën, për më artë për më ranë sy, e kupto. Hiqi mërqen to sa të ndyrë që jeni e burë, sa nivelli ullet e burë. Po filani na e ke shok, po ku ka shok sot e la? I hequn, pa hiqje pra, qa po pret e burë, po pret djelin zbardhi. Janë ato robderat e filanit, kujt filane la, e pra janë tati, po nese pak rëndësi ka se s'mi intereson mu. Kështu që a i e bani jeri gabim që atere.
Edhe unë i thash o shok, mos ta kam për bord shty me të pranu ftesën sa herë ti ma çon. Edhe ti, nëse të ngel hatri, pse s'pranova unë ftesën, i bishë mu më do për interese, vlla. Tu prish interesi edhe u mërzite. Se unë mund t'ja çoj live-in na njanit, s'ma prano, mund karët e vlla. Leqë unë s'çoj live e herë njerëzve, po mu ma çojnë gjithë live-in. Po nese, unë s'mërzitën e vlla, se ti kur mërzitesh për i dikë i bi që ke pas qëllim. E bani atë gabimin e parë, sot po bante sikur po mëronte kozakun. Edhe unë i futa blok, s'du të merren fare, as me sjaru, as fare, nuk është vlla, s'është tipi im për me ul tavolinë me mu. Kaq, unë jam bot tip shumë i ndërlikuar vllai, nuk du fare me duru asnjë njeri. Janë shumë të pak njerëzit që respektojnë rregullat bazike vlla. Edhe unë për rregulla bazike, për i llafe goje, unë për i llafe goje kam rënë burger, për i llafe goje, më vdek familje, i llaf goje, 3 ditë tu më shplas shpirti derisa i ka bana gjurulldim. Se këshu jam e daku. E kupton. Ju tani ka njerëz që se kanë problem, i thu lloj llafi, nuk unë për veten time kam problem. Gjestet, mënyrën si sillesh, këto i kam shumë frate. Vlla im, lej këta na gjujnë ne gjë flasim ne gjë tamam. Okej. Ti baçi ik mos komentoj asnjani. Çao bë me arabin. Çao bë me arabin e la. Ka 2 ditë s'kena dalim mëngjes prej mjergullës, është shumë mjergull e madhe. Gri qepën grije, 7 pallatet. Ti me rob shtëpie 7 pallatet gjithmonë më ke komentu negativisht, po shpresoj që të kesh ndryshuar frate. Sa është e thjesht me komentu negativisht. A mendon që ka ndryshu? Ke ndryshu në burg si person, kam ndryshu shumë. Ndoshta kam qenë pak person për shembull edhe më tolerant, tani kam ja 3 vjet vetëm. Po të them vlla, s'duroj dot asnjë lloj gjoje. Nuk duroj dot fare, fare. Nuk duroj dot. Jam bo njeri antisocial. Geni ghost, gashi ghost, çrëndsi kaps, nuk flas për privatësinë time në TikTok. O gjigant, faleminderit. Irvin, të rujt Zoti familjen, gjithë njerëzve. Të kanë lanë nervat e la, fix më kanë lanë nervat e la. Pse e pak mendje madh? O John, nuk jam mendje madh. Je dopsu, ndoshta jam dopsu pak frate. Nuk jam mendje madh e la, jam original, realist, as ma trapi fare me bëm me një madh. O Ramb, unë mundohemi me i lexu gjithë komentet e la, dhe ju që jeni me usra, dhe ju që jeni pa foto, mundohem çdo gjë e marr shumë afër zemrës dhe seriozisht, e peshoj John. Ke pas varsina droga, po keq fare më përpara. Po shqyr kam shpëtu. Kam shpëtu nga droga vlla, kam vujt shumë nga droga. Sa droga pila liot, më pin. Ja, qafsha qepën qëra. Sa më pozitiv, rrofsh Albania, sa lejo thika po. A ke punu motorist, por jo vetëm ke era, ke Kaba, ke Lio, ke Point. Kam punu ke pizzerit më të mira, ala. Ja i vite gjys kam punu motorist, i njëjti si me 200, si me 10k. Po i njëjti e la. Qa me bërë, pse me ndryshu? Tani, qa fitove për drogës? Përvojën e la. Fitova përvojën e frate. Ka njerëz që se kanë këtë përvojë. Ke çuna që deri korça, ka çuna që deri në moshën 30 vjeç e vllaz nuk bojnë asnjë lloj gjoje, as droga, as fare të rregullt, martohen, kalamaj fëmijë, mas 30-ave fillojnë pin mallin, prishin familjen, i hypën vet janë qef. Kam çunin allës timun deri 30 vjeç me familje, me gjitha, mas 30-ave fillojnë malli, jo këto, prishi familjen, prishi gjitha. Që do të thot, përvoja. Unë këto gjona i kam bojë ri vlla, në moshën që duhet me i bë. Edhe unë tani e di çfarë është e mirë, çfarë është e keqe. Edhe e di ta zgjidh dhe të mirën dhe të keqen. S'kam nevojë me ngec prap. A kupto? Po thuj mirë ato që e fillojnë sa ko ke pik shu, thot, po ç'të duhet ty sa ko kam pik shu, pse po ty në i gjon xhepti? A kupto? I blok e ke. Bravo, Alem, të mungon Shqipëria. Më mungon familja, vlla, më mungon shoqëria, po jo Shqipëria, se Shqipërinë e bëjnë njerëzit, edhe njerëzit janë bërë shumë të këqij, Shqipëri shumë arrogant, shumë mos mirënjohësa. Sot ti ndihmon dikë, sa kthen kokën ai thot ja futa. A kupto ku ka arrit niveli i shqiptarit, a kupton niveli i edukatës. Edhe unë nuk më ka marr malli fare për njerëzit, unë kam shumë frikë nga njerëzit. Nga gjithë njerëzit edhe, a kështu dalun publik tani, sa frikë ka me rob shtëpie, se ka lloj tipi e la që
të provokon, të matë pulsin, edhe unë kam frikë la, se ja kam reagimin direkt, instinktiv, nuk mund ta kontrolloj dot veten. Edhe sa të ruhem nga tjerët, më mirë ruj veten time, vlla, nga njerëzit, nuk iki fare me u përzi me njerëz, ja rrit tek pull, ma mirë shifat e rrethin që i ke testu gjithë jetën, se sa Bore se kam ke racizmi fare, unë po jam bo njerëzit e kshi shumë la, jam bo ti bo nere, i thot ja futa. Ti e fut shtëpi tjetrin e ngacmo motrën. Unë s'kam motrë, jo, po marrim shembull, shoqëria sot janë bo të gjithë me të fut me lali. Nuk ka fare shok sinqert apo rob që ta do të mirën. Sot tjetri vetëm nga zilia, ti si ke bo gjo, arrin diçka, vetëm se ka zilia ai le punët e veta vetëm me të shkatru tyat e tatën. E kupto ku ka arrit çështja. Sa burr ke për të bërë akoma, nuk e di vllai im, respekte, vino, fatos, të keshen vllai, rrofsho vlla. Nëc thot kjo. Hiqe me futja blok saj. Që ka shtrisi pela lilit aty në foto. Kam pasi shok 11 vjet në fund na futi, po normale la kshu janë to. Respekte, edhe që po thoja për punën e drogës. Ju që keni pi drogë të rinj, halal ju lum trapje la dhe që keni provu si përvoj dhe e keni lan, keni heq dorë. Janë ca gjona që janë me mosh. Sherret, pija, budalluqet, adrenalina. Në qoftë se një njeri nuk i ka bën moshën e caktuar nga 18 deri 23-24 vjeç, atëherë e ka shumë keqe la, se dhe përvojën se ka fitu dhe ta ndajt mirën nga të keqja nuk di ta ndaje la. Ja kuptova, Valter. Ore ta thash kam pas çunin në hallës tim deri 30 vjeç çun me familje, 2 fëmijë, punonte, bante çuni më i mirë. Sa u poq me ca tipa na për Tiranë, filloi mallin, filloi bidonin, 35 vjeç filloi bidonin, filloi alkoolin, la familjen, la gruan u nda. Sot është 40 e ca, s'ka si gja për Terezi. Pse? Se i ka fillu, pse 35 vjeç bën këto gjana bën 20 vjeç e lali. Shitja pikave, plagosjet, vjedhjet, droga, kurvat, këto bën kur je i ri e la, që kur ti shkosh në moshë caktuar, e ke lloj përvoje, e ke lloj pjekurie, se këto gjana të pjekin jetë e la, se kur nuk kush pjek në jetë. S'të pjekin përvoja të pjek e vlla, të rrit. 20-25, hajtë mo, fix pra. 20-25, i ke bot gjitha daku, edhe e di ndan të mirë në të keqja e vlerëson më shumë jetën. Unë kam vujt shumë në jetë, frate, si nga shoqënia, si nga droga, si nga çdo lloj aspekti i jetës. Jam shumë djalë i vujt, pra ne jam ky që jam sot. S'është jam në një kush e di se çfarë, se jam ma perfekti, ma i miri, po përvoja bot diferencën. Përvoja nuk blihet as me lek, as mësohet në internet. Përvoja është diçka që ja mundson ti vetes, vëlla. Përvoja është gjëja më e vlefshme në jetë. Nëse s'ke përvojë, do të duhet shumë që të vush, digjesh, gabosh, që dalësh në konkluzione. Mirëmbrëma Albion, po me familjen mund të takoj ndonjëherë. Por vëlla. 14 vjeç që ka filluar daim dhe ka lanë 31. 31 tamam fiks është e frate. Ti mbledhi trut kokës edhe lirim të shpejt. Çeli. Më nuk shpje super fix në Francë, dali, fatos Rama, falenderis, të pjekin ato mikë, ato të shkatarrojnë. Ore të shkatarrojnë, ke drejti që të shkatarrojnë, po t'japi një leksioner vlla im. Se jeta t'jep shumë leksione në çfarë do lloj forme, a kupton? Ne që si jemi rrit në për shkolla, në për universitete, në për çfarë them ty, se unë gjimnazin edhe i kurs guzhinë kam bë. Po unë nuk kam pas vlla të madh apo njerëz afër vetes gjatë jetës time që të më mësojnë frate, që të thonë mos këtë, mos bëj këtë. Unë jam detyruar që të gaboj edhe të mësoj nga gabimet e mia. Edhe i kam pagu vet kostot. A kupton? Kjo më ka bën unë që të mësoj në jetë. S'kam mësuar, s'kam pasur ne vlla të madh që ku e ke bë kursin e kuzhinës. Poshtë atje ke kombinati drunit e labu. Respekte, rujt zoti familjen lali. Afina, tani fole mirë. Bëm një respekt, Alban Domi, që shimër të keshen lali. Qa ban, la, si ke qenë? A je mirë? Ta ha dhe lajt çorapet e sektorit. Qa çorapet e sektorit, la këtu lanë, çorapet lanë me lavatrice. Qa thuti? Pse janë këto komente kaq negative? Frankly,
Të rrit zoti familjen, edhe juve, fleta më gjuna që e brënda. Po s'ka gjolla, do ta heq edhe këtë dënim, edhe kjo ndoshta mund t'jetë sfida e funit që ja kam sjell vetes time, se di jam shumë i sigurt që kur dal do kemi jetë ndryshe nga ajo që kam pas bëma përpara. O tol, sa vite ke në burg, afërsisht 3 vjet. Ai që ka gabuja di peshën, fix vlla. Dhe sa të kanë ngel si jam dënu, vlla im. Lirin shpeta, të pëlqen të bësh lek pa punuar. Me thon drejtën, me bë lek pa punuar, vlla im, as peshën lekut nuk e di, ko, çfarë bë? Lidhe më o mret. O vlla, unë për mendimin tim puna duhet, edhe miliarda lek të kesh. Po nejt e kot gjithë ditën, barbonizohesh e frate, bësh njëri që barbonizohesh e dak. Robi ka nevojë të punojë e dak. Edhe miliarda, ato tjerët kanë miliona euro, të shohin që më 6 ka hotele, gjona, i dhe ligën puno vetë. Pse? Se puna në rrath parë është kulturë, është formo ty si njeri, a kupton puna, është sistem. Qofte ti s'punon të kesh dhe miliarda lek, dhe jesh për barbon e lali, për mendimin tim, barbon me lek. Puna është shumë e rëndësishme në jetë. Unë pëlqen që të punoj e la, po du që puna që të bëj të vlerësohet shumë. O daf, jo. Kur do ta caktojmë? Ja unë për shembull, jo bro, po kesh po, pse nga herë flet sikur të dridhet goja, kupton kështu, sikur ke siklet. Jo, ora s'm dridhet goja, ç'a futje dagu. Ndoshta të vjen ty zani me LTE la, me çaj ke lidh linjën. S'm dridhet mu fare zani apo të kem emocione siklet. Të kem siklet, unë s'kam siklet fare herë. Përsa i përket që do e të edhe diçka tjetër, se ma humi nga menja ky. Qa bërë ti do bësh kur dalësh? Pra zoti e super realist të keqe, në fatos rama, faleminderit, a është ftohtë. Nuk është dhaj shumë ftohtë e frate. Jo dhaj shumë, jo. Sa ka marrë 2 sekonda këtë qeta. Dhe i gri 2 kokra. Respekt dhe bravo të qofsh që e ke kuptuar në kohë. Po vlla, puna është sistem, po të them edhe i herë, ja unë jam burg këtu. Për zotin nuk është se unë sikur kam qenë punë, si pa punë, unë i soja kam bë burgun, me kushtet standarde. Çështja është që jam mërzit shumë vlla. Jam mërzit pse? Se robi do aktivitete la. Do të bësh gjona të reja për ditë, jo me net me i vend. A kupto, dhe puna është një nga gjonat më të mira që mund bëj robi. Se po nejte pa punë, do barbonizohesh, do fillosh do merresh me punët e tjerëve. Do shofësh jo ky pa ai, se po të kesh punën tate ti nuk del koha me u marr me njerëzit. Edhe gjithë njerëzit e pa punë janë ato që merren me llafe, jo shi ky, jo shi ai, gjithë pa punët, edhe ato që kanë super lek që janë milionera, vetëm se janë rrin pa punë barbonizohen. Përfundojnë, e mora vesh e bruda azen, apo mos e thuj 100 herë, se na prish live-in ashtu. 500 herë koment. Ja tash bë, herë se di duket ashtu. Jo, tash o bro, po nga i herë se di duket. Ç'a do të thotë kjo? Franci, më kanë vrarë një nip në Itali, hajdut ka qenë me 3 kasaforta. Me miliona leka i vdekur. Më vjen shumë keq, Aurel, të keqen lali, tryt zoti. Sorry. Qa bane, malsor, faleminderit, zoti tryt shëndetin, amin inshallah vlla. Të kemi shnetin se tjerat vin vet. Të kemi shnetin edhe t'jena pozitive vlla. Kjo ka rëndësi. Kur në jetën time nuk kam pas jerzilie vlla, për atë zot lart. Klevis Balla, të keqen, John Mucha. Përshëndetje, o Nusrel, ku jer vlla im? Qa do gatush? Ja do ta shofi, aty, do ta zgjellim. Si e futet telit brenda. E ka futi shoku im. Mirëmbrëma, tryt zoti. Përshëndesim nga 14 Shkozet, respekte për gjithë çunat. Qa profesioni keni ju njerëz të mirë? Me qa profesioni merreni la? Zoti trujt, inshallah, faleminderit. Po bajni subscribe lalit, pse mbin këto 29, shife, shifni këte ke zemrat këtu. E kam pas e vllai i mjet sakte unë. Nuk e di pse më janë zhdukur frate, më shkoi 0. Kush ka mundësi ti baj këto zemra subscribe?